Nxënës, dy temat e mësimit për sot janë flora dhe fauna. Në temën e parë, do shohim faktorët që përcaktojnë shpërndarjen gjeografike të florës, ndikimin e klimës, relievit, tokave, kafshëve e njeriut në shpërndarjen e florës në rrezullin toksor, shtrirjen gjeografike të llojeve të fitocenozave drunore dhe pyjore, veçoritë e pyjeve tropikale në dallim nga pyjet gjetherënse dhe pyjet konifere, dhe në fund do të krahasojmë savanat me stepat, livadhet dhe tundrat. Siç e dini, bota organike që përfshin botën bimore e shtazore është shumë e pasur, e shumëllojshme dhe e shpërndar në gjithë hidrosferën, pedosferën dhe në pjesën e poshtme të atmosferës. Në ujra mbizotron bota shtazore, kurse në kontinente bota bimore. Po njihemi me to. Faktorët që ndikojnë në botën bimore. Llojet e bimësisë që ndodhen në një treg të caktuar formojnë florën. Faktorët kryesor natyror që ndikojnë në përhapjen e bimësisë në rrezullin toksor janë kushtet klimatike, relievi, tokat, kafshët, si dhe veprimtaria e njeriut. Klima. Kjo ndikon në jetën e bimëve nëpërmjet elementeve të saj si drita, temperatura, lagështira, ajri e të tjerë. Bima mund të jetojë brenda disa kufive të caktuar të dritës, të ngrohtësisë dhe lagështirës. Disa bimë duan shumë dritë, ndaj quhen bimë dritëdashëse, kurse ato që duan hije quhen bimë hijedashëse. Sipas nevojës për ujë, bimët ndahen në hidrofile dhe higrofite. Pa ujë, asnjë bimë nuk mund të jetojë. Relievi ndikon nëpërmjet lartësisë, ekspozimit e tjerë. Gjithashtu, ai duke ndikuar në katizimin e elementeve klimatik, ndikon edhe në rritjen e bimësisë në kate. Në vendin tonë dallohet kati i shkurreve, kati i dushjeve, kati i ahut dhe halorëve dhe kati i kullotave alpine. Tokat. Sipas veçorive fizike e kimike të tokave, ndryshon vlefshmëria e bimëve. Kështu ka bimë që rriten në toka ranore, ka bimë që rriten në toka gëlqërore, në toka të kripura e tjerë. Faktor tjetër ishin edhe kafshët. Kafshët ndikojnë në përhapjen e bimësisë nëpërmjet shpërndarjes së farave, frutave dhe pjalmimit. Kafshët janë gjithashtu dhe shkatruese të mëdha të bimësisë. Faktori i fundit, njeriu, ai vazhdimisht ka marrë masa për mbrojtjen dhe ruajtjen e pyjeve, por me vetdije dhe pa vetdije ka shkatruar bimësinë. Fitocenozat dhe përhapja e tyre gjeografike. Llojet e ndryshme bimore janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, duke jetuar së bashku. Ato formojnë grupe bimore me pamje të jashtme të caktuar. Këto grupe bimore me përbërje floristike dhe pamje të caktuar quhen fitocenoza ose shoqërime bimore. Në rrezullin toksor dallohen këto fitocenoza themelore. Tipi i fitocenozave drunore pyjore. Në të bëjmë pjesë pyjet dhe shkuret tropikale me lagështi, të njohura ndryshe si pyjet ekuatoriale. Këto përbëjnë fitocenozën më të pasur në botë me bimësi të pashkelur, xhunglën, e cila dallohet për larmin dhe shumëllojshmërinë e madhe të bimësisë. Këto pyje përbëhen nga drur me lartësi 55 deri në 60 metër dhe trashësi shumë të madhe, shumë të dendur dhe të shkallëzuar deri në 11 kate. Për arsye se drita me zi arrin në tokë, mbulesa barishtore është shumë e varfër. Karakteristik për këto pyje janë lianet e shumta. Druret me vlera të veçanta janë kauçuku, palmat e tjerë. Më të përhapura këto pyje janë në ultësirën e Amazonës, në pellgun e Kongos dhe në ishujt e Indonezisë. Në brigjet etare dhe në grykderdhet e lumenjve të mëdhenj të kësaj zone rriten dhe pyjet e quajtura pyje mangrove. Po ashtu rriten dhe pyjet musonike që i takojnë klimës musonike. Bima më tipike është druri i bambus, që arrin një lartësi 60 metër. Grupi i dytë, pyjet gjetherënse. Në këto pyje rriten drur të tillë si ahu, panja, mështekna, dushku dhe janë përhapur gjerësisht në Europë, në Azinë Lindore dhe në Amerikën e Veriut. Për zonën e mesdhehut janë më karakteristike shkuret e dendura me gjelbërim të përhershëm që njihen me emrin makje. Në shkuret më tipike që i përkasin makjes bëjmë pjesë mareja, ilqeja, pralli, mërsina e të tjera. Pyjet halore ose konifere. Këto shtrihen në hemisferën veriore, në hapësira të tëra të pandërprera të Amerikës së Veriut, Europës dhe Azisë.
Në Rusi njihen me emrin tajg. Në Europë përbëhen kryesisht nga hartini dhe hormoqi. Në Azi bredhje pisha siberiane dhe në Amerikën e Veriut pisha alba. Pyjet halore gjende dhe në zonën e Mesdheut. Grupi tjetër, grupi i fitocenozave barishtore. Në të përfshihen savanat. Këto janë bimë kserofite të viseve tropikale dhe janë më të përhapura në zonën e Sudanit, në Afrikë dhe më pak në Australi. Bimësia përbëhet nga bari i dendur dhe i lartë deri në 3 metër. Drurët janë të rrallë dhe sporadik, ndërto përmendim baobabin, dru 4 deri 5 metër i trash dhe lartësi 20-25 metër. Në Brazilin jugor, savanat quhen me emrin Campos, kurse në Venezuelë Llanos. Stepat janë fitocenoza barishtore, kserofite, shumë të pasura me bimësi, shtrihen gjërësisht në Ukrainë deri në Azinë qendrore. Në Amerikën e Veriut emërtohen preri, kurse në Amerikën e Jugut pampa. Livadhet përdoren për kullota dhe bimësia e tyre ka karakter mezofil. Bimësia alpine dhe e tundrave. Këtu përfshihet bimësia barishtore e zonave të larta malore dhe e zonave subarktike. Bimësia e tundrës së vërtet përbëhet nga myshjet dhe likenet. Bimësia e shkretëtirave. Të shkretëtirat e thata, bimësia është kserofile dhe shumë e varfër, nga bimët më karakteristike të Saharës dhe gjëmbi i Kamilës. Bimësia ujore. Detet, duke pasur ujra të kripura, ka bimësi të varfër, kryesisht alga, diatome e tjerë. Më e pasur është bimësia e ujrave të ëmbla dhe e liqeneve. Në pjesën pranë bregut të liqenit rritet një bimësi me fletë e lule mbi ujore dhe nën ujore, siç është zambaku i ujit. Në këneta dhe liqene rriten kallamishtet. Në pjesën e dytë të mësimit, fauna, do të shohim faktorët që ndikojnë në botën shtazore dhe do ta klasifikojmë atë bota shtazore toksore dhe bota shtazore ujore. Faktorët që ndikojnë në botën shtazore: ndikimi i evolucionit të tokës, ndikimi i mjedisit gjeografik dhe ndikimi i njeriut. Këto janë 3 faktorët kryesor. Faktori i parë, ndikimi i evolucionit të tokës. Ndërprerja toksore e lidhjeve ndërmjet kontinenteve si pasojë e largimit të tyre solli dhe ndryshime në botën shtazore. Bota e vjetër shtazore shkallë është zëvendësuar me lloje të reja dhe ndryshimet në mes tyre erdhën duke u thelluar. Për shembull, bota e vjetër shtazore në Australi ka disa veçori origjinale që janë të veçanta për këtë kontinent dhe kjo për shkak të shkputjes shumë të hershme nga kontinentet e tjera. Nga ana tjetër, bota shtazore e Europës dhe Azisë së Veriut është shumë e ngjashme me atë të Amerikës Veriore, sepse deri vonë ato patën lidhje të përbashkëta kontinentale. Ndikimi i mjedisit gjeografik. Ashtu si dhe te bimësia, kushtet e mjedisit gjeografik luajnë rol të madh në jetën dhe shpërndarjen e botës shtazore. Kafshët janë të lidhura ngushtë sidomos me bimësinë, pasi shumica e tyre ushqehen me bimë. Sipas ushqimit, ato ndahen në kafshë barngrënëse dhe në kafshë mishëngrënëse. Ngrohtësia dhe uji janë gjithashtu faktor të rëndësishëm. Ndikimi i relievit shprehet nëpërmjet lartësisë, pjerësisë e tjerë, si dhe mbi kushtet klimatike dhe ato bimore. Ndikimi i njeriut. Njeriu, ashtu si në botën bimore, ka vepruar dhe mbi botën shtazore, me vetdije dhe pavetdije. Ai ka zhdukur shumë lloje dhe specie kafshësh, ka zbutur e përmirësuar raca kafshësh, ka sjell nga njëri kontinent në tjetrin kafshë të ndryshme, ka mbrojtur e ngritur rezervate me kafshë. Sipas mjedisit ku jetojnë, kafshët ndahen në toksore dhe ujore. Bota shtazore toksore. Kafshët toksore ndahen në disa grupe. Kafshët e stepave, të shkretëtirave dhe savanave. Këtu mbizotrojnë kafshët që vrapojnë shpejt. Në stepa, për shkak të bollokut të madh të ushqimit barishtor, bota shtazore përfaqësohet nga kafshët barngrënëse, brecit si dhe nga grabiqarët, si ujku i stepës, dhelpra e stepës, shpendët, shkurta, shqipja e stepës e të tjera. Në shkretëtira jetojnë kafshë që mund të rezervojnë ujë në organizmin e tyre, ose që janë të afta të durojnë për një kohë të gjatë mungesën e ujit. Në savana, fauna është e shumëllojshme dhe e pasur. Kafshët e pyllit.
Pyjet ekuatoriale janë të pasura me kafshë, kryesisht me ato barngrënëse, të cilat jetojnë në kurorën e drurve, ku ndodhet dhe masa kryesore e ushqimit bimor, kurse grabiqarët këtu janë të paktë. Ka shumë kafshë me gjak të ftohtë, si gjarprinj, po përmendim këtu anakondën gjigante me gjatësi 9 metër dhe hardhucat, si dhe një numër i madh insektesh. Nga kafshët më të njohura të këtyre pyjeve janë majmunat. Fauna e pyjeve me gjethe të zonave jo ekuatoriale është më e varfër. Në zonën e mesdheut kemi çakallin, macën e egër, lepujt, dhelpra, ujku dhe në viset malore dashi i egër, kaprolli e të tjera. Në pyjet gjethore të gjersive mesatare, më të përhapur janë kau i egër, kaprolli, ujku e të tjera. Kafshët e zonave malore të larta kanë aftësi të lëvizin lirisht në terrene të pjerta dhe të larta. Kafshët më tipike në këto zona janë dhelpra egër, lamat, kaprolli. Këtu mbizotrojnë kafshët barngrënëse. Dhe grupi i fundit, kafshët e zonave të ftohta subpolare. Bota shtazore në këto zona është shumë e varfër. Nga kafshët më të përmendim drerin e veriut, dhelprën polare e të tjerë. Bota shtazore ujore. Oqeani shërben si mjedis jetese për kafshët dhe ndahet në 2 zona kryesore. Zonën e parë e përbën bentali ose fundi i detit, i cili përbëhet nga zona pranë bregut ose zona litorale dhe zona abisale. Në zonën litorale gjenden përfaqësues gati nga gjithë tipat e botës shtazore, sepse ka kushte të përshtatshme për jetesën e organizmave. Në zonën abisale, që shkon nga thellësia 300 deri 500 metër deri në thellësitë më të mëdha, kafshët janë përshtatur trysnisë shumë të madhe, mungesës së dritës dhe temperaturës së ulët. Në përgjithësi, skeleti i tyre është i dobët. Zonën e dytë e përbën pelalgjali, që përfaqëson masën e ujit. Në pelagjal ka kafshë bim që nuk kanë nevojë për truallin toksor. Në shtresën e sipërme të kësaj zone, që përshkohet mirë nga drita e diellit, jetojnë kafshë plaktonike, që qëndrojnë pezull, si dhe kafshë nektone, që lëvizin gjallërisht në ujë. Në grupin e fundit bëjnë pjesë peshqit, fokat, balenat, delfinët e tjerë. Fauna e ujrave të ëmbla është më e pasur në zonën pranë bregut të liqeneve të mëdha. Ajo është e shumëllojshme dhe përbëhet nga peshqit, reptilët si dhe nga shpend ujor. Në këneta mbizotrojnë bretkosat e shpendët ujor, si patat, rosat e tjerë, kurse në ujrat e lumenjve rrinë lloje të ndryshme peshqish, molusqesh e të tjera. Në pikpamje të ngjashme dhe ndryshimeve në faunën e trevave të veçanta, dallohen në rrezullin toksor 6 rajone zoogjeografike të përfshira këto në 4 mbretëri. Mbretëria arktogjene, që përmbledh rajonin zoogjeografik të Etiopisë në Afrikë, të Indo-Malajzisë në Azi dhe të Holarktikut, ku përfshihet Europa, Azia pa pjesën juglindore, Afrika Veriore dhe Amerika Veriore. Mbretëria neogjene përbëhet nga rajoni neotropikal, ku përfshihen Amerika Qendrore Jugore, si dhe ishujt Antile. Mbretëria notogjene, që përmbledh rajonin e Australisë dhe rajonin e Zelandës së Re, dhe e fundit mbretëria Antarktis, që përmbledh Antarktidën.